Mirë mbrëma! A jeni mirë më? Apo knaqeni sonte? Më trasi koka. Jo për ju, jo, po për gjonat e mia. Të hënën kalova një natë shumë të zjartë. Kam pa dhe ca ondra aq të bukura, sa që kur zgjova mëngjes, u vesha për punë dhe i them grus. Gru, po dal nga shtëpia me 1000 lekë, po do kthehem me 100 milion. I ke këta gruja, kur të shofim ndarke ke top newsi që të kanë kap me drogë. Heshtje, çuni modre qeli me buzët gjithë gjalp, qeshi edhe tha, ta futi mami babo. Ngela unë. Po hik mër babi tha se ti nga fut mja ke ardhë më jetë, po rriur të shumë. Edhe ika, do thoni ju ku ika. Ku ika? Që them? Ika në bank të merja kredi. E kisha vendos. Stop fukaralikut, stop kursimeve, stop stresit të dhon lek për të morë rogën, stop stresit me qata lybukën, it's my life. Shkova ka banka që me thonë drejtën kishe interesa shumë të ulta. Imagjino, po të mere 1 milion, do shlyje vetëm 900.000. Lion. E nejse, u futa brënda ke banka. Qetësi, pastërti, ti qante hundët era e parfumit femrave. Aq të bukra ishin femrat, sa që pastrusja ishte Miss Globe 2009. Tu prit radhën unë aty, shifja që njerëzit shkonin tu qeshke sporteli edhe hekshin tu qajt. Thash, sa s'din me shiu jetën ca njerëz, për zoti. Erdi radha ime. Më dha një busqeshje ajo e sportelit, sa që kur më qesh gruja tash në shpim duke sikur do më kafshoj. Mirdita tha, si e doni të gjata apo të shkurtër? Ngela unë. Me thonë drejtin i thash kjo pyetje është më shumë për ju, por gjithsesi as të shkurtër as të gjatë, ma bëj macchiato. Ngeli ajo. Po thoja për kredin zotri, doni afat gjatë apo afat shkurtër? Ngela unë. I thash, a mund ta mora afat shkurtër se kom rogën shumë madhe? Ngeli ajo. E nejse ka lumë këtë moment, që filloj me pyetjet ajo. Emrin? Kol, për ju mund të më thrisni Loli. Mbi emrin? Loli, just Loli, it's okay. Kështu, mosha e përshtatshme. Profesioni, qitës dhe zbuc, i thash. Sa para dëshironit me nga banka? Ma boj 100 milion, i thash, më bëja aty. Në të shmon edhe doni? Ngela unë. I thash, a ka mundësi mos mi bësh moneda se kom gjepat e shpum, i du letre. Ngeli ajo. Okej, tha, firmosi këtu, pas e do bëjt sa pyetje tjera. Firmosa, unë, prit të shka, s'po pyste, Allah. I thash, më pysti, mos kini turp, unë e di që era parë është e sikleqme. Ngeli ajo. Okej, tha, ditlindja, kur e pyta mamin, ka qenë, a e shtuna e djeli, thash unë. Po horoskopi? Demi, thash unë. Po juve që shenjeni? Virgjëresha, tha ajo. Akoma? Ngeli pastrusja. Pse tha mundrot? Që mi goce, po me 3.000 lek ndronë emrin, jo më shenjën. Kam pas njonën unë dikur, thash ka qenë virgjëresha, sot e kësaj ditë është boa krepi. Okej, tha, gjithçka shkon të shumë vaj, deri sa jo më tha kështu. Zotri, ju aprovua kredia, ju do shlyeni vetëm 100 milion lek. Interesin, plus 100 milion lek kredin, plus 100 milion lek taksa, edhe një draft. Ngela unë, kush e thani? Të draft të pika o koll të draftë, i thash vetes. Qa ti them që shpëtoja nga situata? Edhe i them, më vjen keq, po nuk pranoj, faleminderit shumë, po iki. Jo, zotri, ju keni firmosur, lekët ju kanë shku ke shtëpia, dhe në qoftë se ju e thyni kredin dhe kontratën, qa thësh unë? Thjesht do ishto një zero në fund llogarisë që keni marrë. Ngela unë. Në atë moment, nga shenja demit u bona shenja leprit. Kurse ajo nga virgjëresha bo britsjapi, mu bon sytë spathi. Pastrusja nga Miss Globe mu bo si Dracula, kurse gjithë stafi bankës u bo si vampir dhe liken. Përfiturova që do shisja çdo gjë që kisha, do merja lek borç, do lypja dhe prap nuk do shlyja dot kredin.
Në atë moment dje një 30 fort nga xhepi. Kujtova se ishte celulari, por jo, ishte 1.000 lekë i hekrit që dridhe nga frika. Truni munda në 2 pjesë. Gjysma më thonte, bëj sikur bie infarkt dhe rri aty në tokë. Gjysma tjetër më thonte, merre këtë gocën peng dhe ika libri universitar. Ajo përdresh sikur e dëgjoj edhe thirri policin e bankës, që ishte fiks si Monica Bellucci. Po me 2 Alamet Bellucci, ama. E pa më pyet fare, mu filloj të gjujt. Sa më shumë gjunte, aq më shumë shëmtoi derisa filloi të ngjante grustime. Kur një moment më thot, "Zgjo budall, se do bësh vonë për punë." Ngela unë. Kisha parë ëndër. Aq shumë u gëzova, aq shumë u lumturova, sa që mbas 5 muaj që putha prap grunë buzë. E vejtone. I të vesh i të bogati për t'ik për punë, kur më thot gruaja, "Kol, nesër kemi këstin e parë, Të kujt me? Të kredis pra që morëm dje." Ngela unë.